Jemi rikthyer së bashku në një tjetër blok të programit dhe sot në fakt shënohet 147 vjetori i lidhjes Prizrenit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë shqiptare, por donse kanë kaluar më shumë se 100 vjet, debati vazhdon mbi rolin historik të lidhjes, duke ushtruar një pyetje, tash sa kohë nëse ishte një lidhje shqiptare, osmane apo islamike. Azren Shala, natyrisht i pashmangshëm në këtë diskutim. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Entela Hidri, përshëndetje, mirë se vjen e dashur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe vetëm pas pak bashkangjitit edhe Driton Tali. Por po e nisim në fakt me Entelën, sepse dua ta kuptoj pikpamjen e Entelës lidhur me këtë ngjarje historike. Po e dashur, atëherë thash është një ndër ngjarjet më të rëndësishme në lidhje me pavarësinë e vilajeteve shqiptare. Ne e dim gjithë që është lidhja e 4 vilajeteve, por pavarësi mbas traktatit të paqes, një traktat tërmjet Turqisë dhe Rusisë për të krijuar një lloj, le të themi, mbijetese të atyre rënojave të fundit të këtyre perandorive. Mendoj se kjo ngjarje nuk është lexuar kurrë mirë nga historia shqiptare. Se ku ishin gabimet? Ku ishin gabimet, Entela? Po nuk janë lexuar faktet e personave që kanë marrë pjesë, pra kur nuk është folur gjithmonë për abdetarizëm dhe nuk është folur kur se kush ishin figurat kryesore ose sa përqind të figurave ndikuan, të figurave fetare. Unë di të them një gjë, në shekullin e 18 dhe fillim në shekullin e 19, figurat fetare të gjitha feve kanë qenë shumë të rëndësishme në nismat patriotike, sepse kanë qenë gjithmonë me moton për fe dhe adhe, dhe nuk ka fe pa adhe dhe nuk ka adhe pa fe. Dhe mendoj se... Në rastin shqiptar nuk është e vërtet. Në rastin shqiptar nuk është e vërtet, kjo. E bëjmë diskutim basi ta përmbyllëm. Na bëjmë diskutim, po kjo është manipulimi i paqt. Absolutisht jo, absolutisht jo. Atëherë unë jam duke thënë ty që në degën e Ulqinit kishte në kryesi 2 veprimtar të shquar, Hafiz Ali Hysta, Hafiz Tazimi, në degën e Pejës, Muris Haxhiz Deka, në degën e Prizrenit, Muris Ömer Efendiu, në degën e Mitrovicës ishte Osman Efendi dhe Muris Efendia, në degën e Prishtinës Myfiz Zenel Ademi, në degën e Ljubljanës kryeson të Mullah Hasani, janë të gjitha figura patriotike të fesë islame, janë hoxhallar, janë muris dhe janë persona të cilët kanë drejtuar Mejtepe, xhamia dhe shumë institucione fetare dhe ishin patriotët e parë. Çka i bën kjo? Po ta shikosh edhe këtë fotografi, ta shikosh këtë fotografi. Kjo për vjetori i festimit, kjo në luftë botërore fotografia, mos e paraqit sigurisht e kohës reale. Si e kohës reale, ja ku e ke. Ja. Kjo tjetër, ajo e para që e qite. Po pra, e para shëllimi organizimit, e kjo e dyta është finale. Jo, njën fillim ku pak njerës në ceremoni festimi, ajo për vjetori i lidhjes, shumë ma vonë ajo fotografi jo, nuk e di saktë cilin vit. Jo, më falë, a është kjo fotografia e lidhjes? Po në regullo, po një fotografi para prake qite, por nuk ka rëndësi kjo. Më falë, o zotri, a e ke debat me mua, apo duam të zbardin? Po mundona, jo veç pak, falë, po mundon me ta kuptu logjikon. Pas kanë marrë pjesë njerëz me profile. Dëgjo, e ti që shua beti nderuar, unë të respektoj zakonisht shumë, po logjikon e një diskutimi pa dëgjuar njëri unë që ka thënë, nuk e bën dot. Jo, i përmende, veç pak, falë, po nalu pak, veç pak, i përmende disa personalitete. A ta dëgjojmë Entelën deri në fund, po le ta dëgjoj deri në fund, sepse unë dua ta kuptoj, sepse në sytë e Entelës nuk ishte një organizim shqiptar. Për shkak lidhjes. Se nuk ishte një organizim shqiptar, të kryekëput shqiptar. Entela? Janë të gjithë kryekëput shqiptar e dashur. Kë nuk e kryekëput shqiptar, Abdyl Frashërin, kë nuk e. Ymer Prizrenin, Ali Ibrën, Zia Prishtinën, nuk janë shqiptar, të lutem që është këtë deklarat. Janë gjithë figurat të mirëfillit shqiptar. Jo, ne nuk e diskutojmë atë pjesë, Entela, por pse sot vazhdon të jetë debati i hapur që natyrisht ajo ishte më pas, nuk ishte për pavarësinë e shqiptarëve e ngjajshëm, pse duhet të ketë një debat të tillë? Unë mendoj se klanet caktuara kanë interes që ne akoma të vazhdojmë të diskutojmë dhe debatojmë se kujt i takonte lidhja. Lidhja ishte e shqiptarëve, më njerëz, dhe të gjithë shqiptarët me besën dhe fenë që kishin u bashkuan në këtë lloj bashkimi për të nxjerrë, le të themi, një konkluzion për ta çliruar Shqipërinë nga dhënia dhe përplasjet e perandorive. Nga kush, veç pak, nale pak. Nga çlirim nga kush? Çlirim nga kush Shqipëria?
Nga traktatet e parë. Nga perandoria. Se këtu o problemi. Kjo perandorin Osmani nuk e shep pushtuse. Nuk e shep pushtuse. Kjo qështja. Jo, Entela, se mos nuk e dëgjove mirë. Lidhja Prizrenit u bë për të qiruar nga kush, nga perandoria Osmane. E pajtohesh me këtë. Traktatin e paqes ndërmjet Rusisë, Turqisë, të cilët po vendosin që 80% e territoreve shqiptare do t'u jepeshin vendeve tjera. Një pyetje konkrete, perandoria Osmane, a ka qenë pushtuse këtu? Nuk mund ta lexoj unë historinë bardhëzisi ju. Nuk mund ta lexon, Jo, çfarë ka qenë? Okej, në rregull, po sipas asaj që e lexon ju, zonja Antela. Sipas asaj që e lexon ju. Më fal, të lutem, nëse ju të dy do flisni me njëri tjetrin, u dal nga linja na. Jo, zonja Antela, kërkoj ndjesni ta bëjmë një pyetje shumë thjeshtë. E çfarë ishte perandoria Osmane në tokat tona sipas jush? Më lërë të mbaroj. Po, faleminderit shumë. Më ke nderuar që ma dhe fjalën edhe pse më ke ftuar. Të gjithë pashallarët në perandorinë Osmane në Shqipëri ke pas shqiptar. Në trojet e veta, të gjithëve atyre që kishin pronësitë e tyre, u dha të ishin vasal të kësaj perandorie. Pra kemi qenë vasal të perandorisë Osmane dhe jo siç konceptohet pushtimi, ku duhet të drejtoj pushtuesi. Por zonja Antela, më fal, kjo ishte taktika e perandorisë Osmane, sepse nga vasalët e perandorisë Osmane udhëhiqeshin secila tokë ku ishte prezente perandoria Osmane. Po pra, është mënyra se si ka drejtuar. Mande ne dim shumë. Po mirë, atëherë pse për të tjerët ishin pushtues edhe në këtë formë administrime? Ndoshta për shkak të faktit se ne e pranuam fen dhe nuk ishim, le të themi, toka të një feje tjetër, dhe ndoshta për këtë arsye edhe vasaliteti në Shqipëri ka qenë. Mos e le me manipulue, Johon. Jo, unë jam këtu për të dëgjuar të dy anët. Ne jemi këtu, unë dhe Kroni për të dëgjuar. Ne nuk kemi pjesë e debatit. Unë në fakt Entela kam një pyetje thelbësore për Azrenin. Po, Entela, a mund t'ja shtroj një pyetje Azrenin në fakt? Se ajo që ka munguar lidhjen e Prizrenit në fakt. Po, dua ta pyes Azrenin diçka shumë substanciale. Ajo që ka munguar në lidhjen e Prizrenit është një vendim për të krijuar shtetin shqiptar. Dëgjoni, do të me pas parasysh njerë se lidhja e Prizrenit është historik 4 vjeqare. Nga akti i themelimit me 10 qershor deri me 22 prill 1881, kur forcat osmane vetë e shkatërrojnë. Edhe kjo flet shumë, cili ka qenë raporti përfundimtar edhe i vërtet mes shqiptarëve edhe perandorisë. A ka qenë lidhja e Prizrenit fillimisht e lejume në heshtje, e miratume në heshtje nga perandoria Osmane, po, për karakteri i përgjithshëm dhe përfundimtar i lidhjes, është pure kombëtar as pak filo otoman. Por, e miratuar në heshtje nga perandoria Osmane. Po, veç, ka një zhvillim historik tana. Do të me pas parasysh një fakt, Johon. Lidhja i ka 2 programe. Programi i parë është Karanameja, i cili në fuqi me 17 qershor 1878. Ai program ka pas, ose perandorinë Osmane, kur përpiluaj program, e kanë pas si zgjidhje për më mbrojt nga sulmet e fqinjve që kanë pas pretendime ndaj neve. Por, ky nuk ka programi i fundit. Programi i dytë, edhe deri në fund që e kanë mbajt lidhja, si qendrim politik, është kanuni i ri. Osmane, kur ditur që ka qenë 8 shtypse, e ka leju lidhjen e Prizrenit. Qepse, perandoria Osmane e një luftë kundër Rusisë, luftat ruso-turke. Pra ka qenë në dopsemesi. Ajo luftë, patjetër. Ajo luftë sankcionohet me paqen e Shën Stefanit 3 mars 1878. Në atë paqe, Rusia ja imponon kushtet e domshme kurrisë të perandorisë. Mes tjerash, arrin deri në Korçë. Merr pjesën më të mirë tokave juglindore shqiptarëve. Ky shtrirje e Rusisë, mbretërinë e Ballkanit, ku krijohet një arkitekturë slave me Bullgarinë e Madhe, ju pengon fuqive të perëndimit. Kërkohet rishikim i vendimeve në Berlin. Deri në këtë moment, alapa i hap fuqia e Kongresit i Berlinit për nimët. Shqiptarët organizohen sepse e din që janë pjesë e pazareve edhe në Berlin. Perandoria Osmane shpreson naivisht që reagimi i shqiptarëve në teren mos po i bën fuqitë e perëndimit me rikthyje vendimin e Shën Stefanit, me korrigjuar shumë më mirë në Berlin, në mënyrë që asaj mos po territori, se në fund ditës tokat tona atë kanë qenë toka osmane. Ajo ka menuar që gjëra në teren i bën me reflektuar fuqitë e perëndimit. Por fuqitë e perëndimit kanë qenë të vendosura që një pjesë mirë tokave shqiptare, mbyllon Serbisë dhe Malizzi. Nga kjo, kur ato fuqit perëndimit, nga Kongresi i Berlinit... Po, që temi jena, pra, shqiptarët
priti perandoria osmane që ta pranojnë perandorinë osmane në atë kohë. E kemi pranu, na kemi pasi për fatësusët tonë. Por e ka pretendua që... Por kur do pësua perandoria osmane, edhe këtë të drejtë shqiptarëve, a? Jo, dëgjoni, ajo ka qenë e doptë qysh ma herët, por kur fuqit e Berlinit, koncerti i fuqive europiane, i kërkojnë perandorisë, jo shqiptarëve, ata s'kan folë me ne, urnos bato vendimin, mjallon otin edhe grudon, plavon e gucin, malizzi, se shqiptarët për refuzojnë teren, atër perandoria osmane krijon raport armiqësor me shqiptarët. Dhe bjen në Gjakov, një pasha, por mi bin shqiptarët, aje ka emrin Mehmet Ali Pash Maxhari. Atë njerin, pra, pushtë e para, lidhja e Prizrenit, i kërset kundër turqve, jo kundër fqinjve, që i bjen nga momente ku shqiptarët nuk i bindon fuqisë osmane, e ajo duhet me zbatu e presionin për endimor. Ma dje dhe vrasja e këti Maxharit është në Gjakov, në zgatë. Gjakov, pra ne krijojmë raport armiqësor. Para prakisht të kurrieri ti në Prizren, pastaj vritet Maxhari në Gjakov. Maxhari nga proces e lidhjes. Kjo momenti kur prishot raporti me shqiptarëve edhe perandorisë osmane. Atëherë delegatë e lidhjes e kuptojnë që perandoria osmane o problem, po aq sa Serbia e Malizi. Por edhe shqiptarët ishin të ndomë në atë moment. E kishim, sepse në shpinë Drenin, Mehmet Pash Dreni. Abdullah Pash Drenit. Abdullah Pash Drenit ishte duke u strehuar Maxhari. Gjë që neve na bën të mendojmë se ishim dy rryma. Një rrymë që e përkratë të desha me shpjegue, po më në luhet. Lidhja thash, i ka dy programe. Karanameja është me program ose me orientim pro-Osman. E kam pa perandorinë si zgjidhje. Por programi i fundit, edhe qëndrimi politik përfundimtar, është kanuni i ri, i cili i në fuqi me dy gusht. Ai ka karakter kombëtar, aty specifikohet sa problem fqin balkanik në korrisë tokave shqiptare, po aq probleme qasja perandorisë ndaj neve. Pra rryma patriotike dominon mbi ato file otomane. Pa tjetër kanë qenë ndame ndysh, por rryma kombëtare që e kanë pa dhe perandorinë problem, por të ardhmën e kombit shqiptar ka qenë dominante. Por aty u propozua që edhe sheriati të jetë normë ligjore. Pa tjetër, qëre, perandoria osmane tash i ka pas ato, se pavarësisht që ka qenë shtet që edhe ka tolerue, edhe ka pas tolerancë ndaj tjerave fe, edhe ka qenë thelb shtet teokratik. Dhe gjithmonë ka veprua edhe masi jep të drejtë në teles në atë që tha. Qa? Po, në fakt që nuk ka qenë puro e tilë, a? Jo, perandoria ka qenë, lidhja thash, ka pas një miratim heshtje, por lidhja e Prizrenit, cënim final e ka pas krijimin e 4 vilajeteve, autonominë e tyne, për këtë arsye, 10 vite pas u bë lidhja e Prizrenit, u bë shkolla parë Shqipe. 10 vite ju deshtë. 1887 u bë shkolla Shqipe. Kështu që, ko e gjatë për ta finalizuar më pas këta. Raporti përfundimtar e vërteta shqiptarëve në Prizren me Osman është armiqësor, jo miqësor. Këto lyp me ditë shqiptarët, këto mirë me kuptue. E ato figurat që përmendi zonja, ato kanë profil fetar mbrapa, por ata kanë qenë shqiptar, por ata kanë qenë fetar. Por një moment rilindje, këtë ata burra gratë mençme e kanë lënë fejnë mbrapa me ndërtu e shtetin. Prandaj zblejnë për ne... A e kanë lënë, Antila? Këtyre fetare i kanë bashkuar për interesat larta, si që Shabdeu, për çdo njeri që beson Zotin. Që se bën ti sot. Ortodoks apo musliman. Patjetër, po. Gjë më e rëndësishme që një njeri ka është Shabdeu, sepse ai në atë dhe njerëzit jetojnë, deri në gjak investojnë në breza të tërë. Dhe në fenë islame për më shumë ka ajete kuranore që specifikojnë se ne e kemi të detyruar luftën për mbrojtjen e Abdeut të tokës tonë. Pra, nëse në fe të tjera mund të jetë më e rëndësishme jeta, në fenë islame është dhënia e jetës për tokën. Jo për tokën, jo. Që një besimtar duhet japi për tokën e vet. Me ra shehit, e nas kemi ra shehit, na kemi ra dëshmor. Më shumë shqiptar, atëherë ky ka qenë momenti kur patjetër duhet të ndahesh me një perandori për interesat e Abdeut tënd. Zoj, thelbi debatit është premisa kryesore që live pranua se jo është ky. A ka qenë perandoria osmane pushtuese këtu? Po jo, por zonjën jo. Mbi këtë premisë, sa ja qetë këtë raportin shqiptare Osman ndryshe. Po zonja u lidh tek administrimi. Tregona prof, çysh është bërë administrimi gjatë kësaj perandorie në Bullgari për shembull. Gjoni, unë e di që ndaj perandorisë osmane, qysh ka thjeshtëzime të skajshme, por me na paraqit si çliruese, qysh e bëjnë zonja me një grup njerëzve, po ashtu ka një kategori tjetër që e shohin si nata e ertë otomane. Unë e mendoj që e vërteta në mes. Perandoria osmane ka qenë pushtuese klasike në Ballkan, edhe ka qenë e njetë për kret. Ai pushtim, ai administrat, ai trajtim. Por cilat janë argumentet që Entela nuk e çojnë atje? Qetë kallëzoj. Jo, dua ta dëgjoj Entela, mëse e kemi këtu. Okej. Entela? A t'ju bëj një pyetje? Vetëm se e kishën në pyetje. A t'ju bëj një pyetje?
A keni menduar ndonjëherë pse ne si shqiptarë kemi të vështirë bëjmë qeverisje shqiptare, pro-shqiptare, për interesat shqiptare, sepse nuk ka nevojë të zihemi me të tjerët, ne zihemi me njëri tjetrin, duke thënë të njëjtat gjëra, po me mënyra të ndryshme. Këtu pjesa është me ik debatit, hajde. Kjo lidhje, Azren, të lutem, aman të lutem, më lërë të mbaroj një fjali Po mos na trego kësi paragjykime, kësi stereotipe, ne zimi me zveti, zion këtë popull, rivalitet politik konkret, po leko sende. Pyeta Antenën se cilat janë argumentet që nuk e çojnë drejt formulimit të plotë. E përbashkët, atëherë, unë mendoj që ne duhet të përcaktojmë në vija të përgjithshme dhe të mësojmë fort fakti që shqiptarët në vitin 1877, 1000XY janë bërë gjithmonë bashkë për të qenë atë i lirë. Dhe në qoftë se interesat e një perandorie X apo Y, që përfaqëson një fe X apo Y, ngrihen mbi interesat tonë kombëtar, sigurisht që ne ngrihemi kundër. Dhe në rastin konkret bëhet fjalë për bashkimin unanim të gjithë shqiptarëve të çdo lloj feje, për të mbrojtur interesin e mos optimit që ishte interesi jon kombëtar në këtë moment. Dhe mendoj se nuk duhet hedhur poshtë si lidhje, pra duke prezumuar interesat e nëndheshme, e planifikime gjërat, sepse ishin fillimet e nevojshmërisë për pavarësi të plot, pra as për vasalitet, ne nuk ishim në nevojë, sepse fish nga perandoria që ishin Faleminderit. Mirë, Driton Tali. Në vasalitet, jo të pushtuar, por në vasalitet. Okej, Angela. Unë mendoj që Pishta e tha bukur kur tha, a nuk ka burra Shqipëria, tha që a ju dukemi të vegjël ne, dhe aty e kishte për nuk i bëri thirrje as të krishterëve, as ortodoksëve, as i bëri thirrje shqiptarëve. A nuk ka burra Shqipëria. Jemi dakord tash. Mirë, me që u pajtuat. Dhënia e një kam fetar, edhe mos dhënje së rëndësisë për kasë të çdo figure që mori pjesë në këtë institucion, do ishte ulje e vlerës edhe fshehje informacionit historik. Mirë, Endela, Driton Tali është bashkangjitur në program. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Fillimisht Driton, le të flasim natyrisht për lidhjen e Prizrenit dhe fatin e shqiptarëve në relacionin e krizës lindore. Tema atë është e qelluar edhe pse unë nuk kisha me vonesë. Tash nuk e di se çka parafolë se të folëm. Por ajo që bëhet gjithë, nëse Perandoria Osmane ishte pushtuese ajo, por këtë e sqaruam. Le të kthejmë tek trajtimi i lidhjes së Prizrenit pa nuanca. Ka qenë sqaruar prej kohësh, veç ata që kanë ngarkesa në Jo, u sqarua me Sentiles dhe Azrenit. Po natyrisht ka qenë pushtuese. Ajo është diskutim i kotë. Po, lidhja Prizrenit duhet shikuar gjithmonë konform krizës së madhe të lindjes, e cila filloi sidomos me atë thatësirën që e kapi Turqia Anadoli me 1875, për çka Perandoria i ngriti tatimet dhe filluan këto rebelimet, pati edhe në Bosnjë, pati edhe në trojet shqiptare, kundër ngritjes së tatimeve, sepse Ballkani nuk pati thatësirë Anadoli, dhe për faktin se bujqësia ishte industria kryesore, Perandoria u detyrua t'i ngrit tatimet për të ble ushqim. Kjo është zanafilla. Dhe gjithmonë kujdestare ishte Rusia cariste, e cila vetën e shifte si trashëgimtare të perandorisë romake ortodokse. Dhe shfrytëzoi rastin edhe atë humbjen e 1856-ës, luftën e Krimes, t'i hakmirë Turqisë dhe mundësisht të futet, si shtojnë ata, ta çlirojnë Carigradin, ta çlirojnë Konstantinopolin apo Stambollin. Dhe këtu u dajtën fuqitë e mëdha. Perandoria britanike bashkë me Francën, për shkak se ishte ndërtuar kanali Suezit që ishte kryevepra shekullit XIX, ishin anën e Perandorisë Osmane, atyre ju duhej një perandori e tillë çfarë ishte, i smuri i Ballkanit, i smuri i Evropës realisht, dikush i thot Ballkanit ka dhe Bosforit,
dhe jo një perandëri ambicioze si që ishte Rusia, për mos t'ja rreziku tregtinë në mesdhe. S'po marr vesh. Ky ishte muhabeti tashti. Mirë. Dhe pastaj veç ta përfundoj, pastaj filloi lufta ruso-turke, e cila përfundoi me traktatin e Shën Stefanit, ku Turqia u dorëzua pranoi Okej, mirë. gjithë ato Në kontekstin e ditës së sotme, drejton, kush po e fryen diskutimin që kjo që ka ndodhur në lidhjen e Prizrenit 100 e sa vite më herët, sot shihet me nuanca fetare. Kush po e fryen këtë? Po shikoni, kjo është sikur ta zëm mas disa vite, edhe një 60-70 vite, demonstratat e 68-ës interpretojnë si demonstrata për Jugoslave, sepse në 68-ën u kërkua flamuri, u kërkua universiteti, u kërkua barazia në brenda Jugoslavisë, apo dhe të Athenida ku maksimumi ishte Republika Komuniste brenda Jugoslavisë. Qyre, a bonu që pak? Pa tjetër, po. Dhe të quhet, ta përfundoj, dhe ato të quhen Jugoslave. Ja, Pa që është e pa kuptim të ajo. Pra, duhet të shikojmë cilat ishin mundësit e shqiptarve 1877 mes kërkesave, ambicjeve të tri perandorive të kohës që ishin një, Gjermania, Austro-Hungaria dhe Rusia, dhe kishe interesat e Francës E kuptojmë Britanisë. Ne ishim mes. Mirë. Na s'kemi kon hiç po nëse. Azreni thotë Dakor, se ishim mes, neve s'kim. Jo, ne kemi qenë pjesë e perandorisë osmane, edhe për këtë arsye aty. Jo, perandoria osmane s'ka pas me shkelza. Asdre. Kush ka fol në Berlin për tokat hotin grudon, plavën gucin. A kemi fol, na ka fol sultani. Ka fol sultani, që konë toke ti, se ti organizuën në baza tjera kombëtare, për kundër ati vullneti sultanit, kjo ma bet tjetër më najnë. E këtu që normalështia e lidhjos, për neve në atymi për si otoman. O Azren, që bërtet, nuk do me thonë që kite drejt. Kështu e ka mënyrën e O foljes. tali, nuk kem nga bërtase para, po qysh foli zonja para prakish me ngarkesa fetare, ti ka fol rapsodi. Këto jonë mi vuth, mi në gjumë. Këtë e një nullat papranushme, këto se në histori hiqë. Apo nalës. Apo nalës, po nalë nëse... A din që ka përfundu lufta ruso-turke? Ku ka përfundu? Me paqen e Shën Stefanit, po. Shën Stefani. Por pak të i Istanbul, Rusia. Ku i bjen Shën Stefani? Ku i bjen? Në Istanbul, në Turqinë e sotme. E pse u majtë aty, sepse ishte perandoria ruse aty. Po qka të lidh jo? Jemi të fol me ty për Kongres Berlinit. Në Berlin ka fol perandoria osmane si përfaqësuese e popujve të Ballkanit që i ka pas në administrim. Por ty ka fol perandoria, pse ti ke quajtur në baza private Abdul Frashi, janë i vreton. Ajo është e jotja, po aty nuk kanë pranuar në audiencë, janë pranuar takim jo formal. Ti këto e din. Okej, mirë. A kryti veç edhe një diçka. Po, Itali. Do më thonë, Rusinë ke pasë në Bakërkëj. Sot Shën Stefani quhet Jeshilkëj, apo Katuni i Gjelbër, kush e një Stambollin e din ku i bje, të Florja, të dhe Bakërkëj. Pra, perandoria ruse ishte në Stamboll. Po, por zotri Tali, neve na intereson... Ne po e trajtojmë konceptin e ditës së sotme. Neve na intereson më shumë për shqiptarët në atë ku. Ne e kuptojmë sepse ju keni informacion të jashtëzakonshëm dhe mund ta zgjeroni shumë temën. Por të jemi pak më konkret. Po, Shqipjëm ka flasë. Pra, perandoria osmane ishte i gjunjëzuar. Jo, ala, jo. Perandoria... Jo. Ma jenë vetish apo flet jo? O, zotrote, ka qenë e dopsume. Ka qenë e dopsuar.
por Perandoria Osmane ka pas fuqi sa mi mujt popujt e Ballkanit. Paraprakisht e ka mund Serbinë e Malin e Zi. Fatkeqësia drejtore është që shqiptarët bëhen edhe më besnik ndaj perandorisë kur ajo dobësohet. Këtë se kuptoj. Dëgjoni. Shikoni. A muj me bo serios i honë se mes rapsodive edhe ngarkesave fetare për kom zor me fol. Po nina i humbun. Po bol bremoja për sëride, që kjo, ti Azren, historikisht, zonësat më dopt jenë shku në histori. Jo. Atëre që historianët i pas këmë studenta dopt. Nashta ti ke pas mësusin e historisë dopt, e të ka mësu e kësi narracioni me qytetia. Krejtë zonësat pyti, krejtë të veta, zonësat më dopt jenë shku në histori. Por nasha ma dopt se ti s'jon sigurt. S'jon sigurt. Kështu si ti s'ka menue as ata në kone në Hoxhos. Kjo narracion... Zotritali, dhe kemi shumë personazhe që kanë kry historin pikërisht. Po qëri ati argumentin. Qëri argumentin ti. Qëri argumentin. Në zas ma dopt kanë kry histori. Që ka mundësi më koni dopt. A mund me më dhonë kënë argument këmu. Që ka mundësi më koni dopt. Hashim Thaçi ka kry historin për shembull që po më kujtohet Zotritali. Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi e plot. Bravo. Thaçi është një si historian. Po e ke fjalë për historianët shqiptar apo për përgjithësi? A këthejmë debatin serios. E kthejmë. Jam gatë lusë që 20 minuta serios, ti po fletë pak njetë. Si mundet dikush me thonë, ka pas perandëri, kur krye qendra, ka qenë okupuar nga Rusia. Si mos ti, dëgjoni, More s'ka qenë. Në Britania, apo në Irish bre? Po s'ka qenë, po manipulon. Apo të dëgjoj njerë? Jo, o konë rrezik me rast Stambulli, po o konë i turqve. Qëka në kjo? Ka qenë këtu. Po pra, ala o sot. Kur se ka në marrë, asë njerë. Apo të lutëm kalëm të Entela, dhe mbasën e gjinë zhidjen. Ja ta qartësoj, veç më së bërtet kjo. Zotnia se ka të qartë ku është Shën Stefani, ku është Jeshilkyj. Nuk e ka të qartë ku është Bakërköy. Ku e në pjesë të Stambollit, sot që, do në të Flori atë. Ky ka problem me geografia dhe... A ka ra Stambollin në dorë të rusëve, në atë luftën e rusët turke, po jo. Nëse po më thu po, faliminderit se vazhdoj me ty. Apo nalër, apo nalër. Të lutem dhe Entela, të lutem. Driton, të shjetë se është e pa fund diskutimi me s'juve. Dëgjoni e bre se mësoni dishka, unë jam t'ju folë për qka ka ndodhë atje. E kuptoj Itali, por... Sikur mos dërhyjnë të, po sa është bre në regullë kjo sa që du dishka me folë me dërhyjnë, dikush më qitë për kontekst. Po të kemi lënë tash 10 minuta Tali duke të gjuar jemi. Po ta përfundoj, po Tali, ta përfundoj. Okej, përfundojem. Sa shku që e, pra edhe njerë. Sikur mos dërhyjnë Britania dhe Franca, mos një silqin flotën në Dardanelle, dhe ta kërcnonin Rusin mu tërjek, prej Rusia hinte në Stambol, sepse tash hinte Shën Stefani është Stambol, po Stambol është në Stefani. O e di atë punë. Njere Azren, të lutem ta përfundoj, të lutem. Jo. Të lutem, pa ofendime, Zotritali. Pa ofendime. Ajre baju, hajma. Pa ofendime, Zotritali. Mirë, Azren... Jo, duat them të Entela, të lutem, të Entela duat shkaj. Okej, hajt. Provojnë ta i rikëthejmë Talin, se më vjen këtë zduam të ndëndami kështu. Entela? Entela? Alo, po? Po, Entela, si kur i dha shumë flak këti debatit dhe dëshirojmë të kthehemi tek ju, ishte duke na dëgjuar dhe realisht u hap shumë tema, dhe si kur i këm nga Thelbi, thjesht Thelbi është shumë i... Po? Mua më bën shumë përshtypje, pra kur Azrini mbron interesat e veta është studiuat, kurse kur unë për shfaq interesat e mia, unë jam turkomane dhe zotria është rapsodi. A nuk janë ofendime këto? Jo, absolut, Entela, më falë, Entela, marrët ndonjë ofendim... Mua më keni ftuar si studiuse sociale dhe si një person që përfaqëson besimin tim personal për veten time. Unë nuk përfaqësoj... Entela, ne kemi shumë të qartë, Entela, pse ju kemi ftuar, dhe ne normalisht se ju bëjmë ndonjëherë pyetje. Trajtimi gabuar për të hequr vëmendjen nga gjithë tema. Ky është problemi. Më falni? Shpesh, gjithmonë të jetë një personazh që ka interesa të tjera për te temës.
A mund ta di unë cilat janë interesat e zotërisë në gjithë këtë diskutim kaq agresiv? Jemi të folë për një lidhje shumë të shenjtë, që duhet i bëjmë jehon, jo zhurmë. Pikërisht Entela, dhe ne nuk po kërkojmë të bëjmë zhurmë, por nga një herë situata del nga kontrolli, debatet nxehnë. Jo, dalin nga kontrolli dhe është e programuar ashtu. Cila është pyetja për mua? Pyetja për ju është, ne e dëgjuam dhe nuk po vim deri tek përfundimi. Na intereson ta dim sipas jush, sipas asaj që ju e mendoni dhe e ndjeni normalisht në bazë të fakteve që i keni. Ishte një lidhje me karakter fetar apo kombëtar sipas jush? Çka realisht i bëri bashkë ata burra? Kombëtar. A të lutem. Lutem duam të dëgjojmë Entela. Kombëtar me pjesëmarrje të gjithë përfaqësuesve si fetar, edhe patriotik, edhe çdo lloj personi që mendonte që mund të kontribuonte për shqiptarinë. Po, dhe ishte një lidhje sipas jush në të mirë të shqiptarëve, bashkimit të shqiptarëve, apo po ja bënim pa dashje, apo pa dije argatin dikujt tjetër, në atë situatë të komplikuar politike? Tani, në këto lloj situatash, argat, kur je në luftë dhe kërkon të pavarësohesh dhe të ruash territorit e tua, ta lexosh pastaj argatin, pyetja ime është kush u nxit i bëni këto lexime. Po. Entela. A mund të përgjigjeni dhe ju mua? Kush na nxit? Që të bëni një lexim të një lidhje kaq të rëndësishme, kontrovers komplet gjithë gjës. Mua personalisht më nxit kurioziteti im personal dhe mosbesimi i plot ndaj gjithçkaje. Do thotë, unë nuk besoj verbërisht, andaj jam kurioz dhe shtroj pyetje. Kjo është ideja. Në të patjetërshme, pra kur ti si shqiptar mendon që lidhja Hoxhallarëve ishte lidhja ndjes e Prizrenit ishte kundër interesit kombëtar. Në qoftë se unë pyes diçka Entela, nuk do të thotë se mendoj ashtu. Dua të nxjerr një përfundim nga ju. Unë e kuptoj shumë mirë, por dini si lexohen këto gjërat pro shqiptarisë kur ne me njëri tjetrin diskutojmë dhe debatojmë dhe mërzitemi me njëri tjetrin, lexohen sikur ne nuk kemi akoma gati në 2025 për një këmbë. Të lumt Entela. Por pikërisht pa ndodhur këtu gjëra ne nuk bashkohemi Entela. Pa i pasur debatet nuk vim deri tek përfundimet e mira, andaj po e bëjmë këtë. Një lart kombëtar, mos zotri, po ty do të bashkoj gjua, mos zotri, po shqiptaria. Mos zotri, unë jam njëri që e du zotin para vetes. Dhe po të them, zoti im thot duja vdeun para shpirtit tatë, para vetes mos zotri. Faleminderit Entela, dhe ju nuk po thoni asgjë keq. Më vjen shumë mirë që dëgjoj këtë. Entela, më vjen keq duhet ta mbyllim këtu për faktin se kemi një konferencë që duhet ta transmetojmë, ka nisur nga ora 14. Shumë urime gëzuar lidhjen e Prizrenit, jetoft shqiptaria me mira sheku i mbas nesh. Faleminderit Entela Hidri, gjithmonë kënaqësi të kemi në program. Azra Shala, qëndron me ne sepse po shkojmë ta shohim këtë adresim të OVL-UÇK-s, kanë thirrur një konferencë, kanë treguar arsyen, Ismail Tasholli shihet aty, le të shkojmë vetëm pas pak. Praktikat e kësaj gjykate sigurohet respektimi plot i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe i standardeve ndërkombëtare për drejtat